Gjykata e Apelit Tiranë ka lënë në fuqi dënimin me 20 vjet burg për vrasësin e Eva Vishës, mamasës së këngëtares së njohur Elsa Lila. Kjo është hera e dytë që kjo gjykatë dënon më të njëjtën mas Alben Cagon, personi akuzuar dhe dënuar për krimin. Ky vendim erdhi si pasojë se gjykata kushtetuese me një vendim të saj në muajin nëntor të vitit 2012 ktheu çështjen për rigjykim në apel, pasi gjatë gjykimit kishte patur parregullsi. Pas 8 muajsh nga vendimi i kushtetueses, apeli ka vendosur të dënojë përsëri Agon për vrasje me dashjen e ndodhur në vitin 1997 në qafë Krap. Alben Cago fitoi të drejtën për rigjykim në gjykatën kushtetuese, duke argumentuar se në 2 shkalla tij nuk ishte bërë një proces i rregullt gjyqësor. Vendimet sipas Agos janë marrë vetëm nga dëshmitë e disa personave, pa asnjë provë shkencore. Mësohet se akuzuari nuk ka paraqitur prova bindëse për gjykatën e apelit për të vërtetuar pavajsinë, ndërsa trupi gjykues la në fuqi dënimin për 20 vitesh. Eva Visha u gjet e vdekur në 23 maj të vitit 1997 në afërsi të kilometrit të 29 në rrugën nacionale Tiranë-Elbasan. Në bazë të hetimeve të kryera nga prokuroria, Visha ka patur njohje me Alben Cagon dhe në këtë ditë ka qenë shoqëruar me të. Madje ditën e vrasjes autori e ka marrë me makinë Vishën në afërsi të shkollës Hoxha Tasim në Tiranë dhe nga aty kanë lëvizur me shpejtësi dhe nga ky moment nuk u mor vesh asgjë për Eva Vishën.